Familjen nuk kam që në ndru, që ato 6 shtëpije, 7 janë tona. A muni me hi ato? Me hi me dalë, mujmë prej anës shto pe ara, se s'munja këtu parë, në s'ka shans me hi. Dikun pe 5-6, o bo që ke farë kauzi qëtu. Edhe kanë mbetë që ta farë kamionat, u që ujë madhë, që peshen edhe vetë se që është, gjendja. Kanë ardhë ata për me shpetu ekipet e zjarfikësve, shka kanë mujtë me nëzirë pe aty në mobilizuina pe temës jo, më të ndrejtë se temës janë konë, kemi dalëna, pe mobilizuina i kanë zirë dhe i kanë dikon 3 natës. I ka thirë këtë zjarfik pronore Rëmzia, edhe kanë ardhë zjarfikës dhe kanë zirë. Ndrum, familjen ku e ki? Familjen nuk kam që në ndrum, që ato 6 shtëpije, 7 janë tona. A muni me hi ato? Me hi me dalë, mujmë prej anës shto pe ara, se s'munja këtu parë, në s'ka shans me hi. Na jemi aty edhe qështu, në shtëpia jemi. Sa antarë familjes i kimi? Unë i kam 4 antarë, po jemi 7 vllazë, na dhe jemi dikon 25-6 antarë, 30 antarë krejtë. A ka pas hala dëme në shtëpitë e juja? Në shtëpi ujë ka na borë është me ujë, a në shtëpi nuk ka depërtu hala. Ska pritni prej organeve lokale? Po s'kem shka me priti ndërru, ma ta i kemi lajmë nuk asë një njëri, nuk u konë të qëtë moment asë një njëri, nuk konë partje në jo që kene ardhë, ashtë nuk e di shka. S'po di shka me pripitë në. Pi djetë të rishë atmosferike një pas njëshme që janë në fshatin Sojev, ka përmbytje, ka dome, edhe këto dome janë të kushtueshme, normal, i kemi informu edhe pushtetin lokal, po edhe normal përmes media është i informu edhe pushteti qendror. Përgjigja nivelit lokal ka qenë pozitive dhe kanë ardhur të gjithë e kanë vëzhgu në ngjarjen vendin ku të ndodhë kjo ujë ljedhës. E pom edhe policia? Pire i shevat atmosferike, po. Që ka ndërhy edhe i ka nalë vetura? Edhe policia ka ndërhy me ko, kështu që jemi në kontakt. A ke bisedu me biznese, sa janë dëmtum biznese që po i shohim prapa? Bizneset normal që janë dëmtume, edhe kemi folë, kemi kontaktu, po mundësia jonë është mu kanë ofër qytetarëve dhe është ofër bashkëfshatarëve së Sojevës. Unë edhe kom kërku rregullimin e gjithë infrastrukturës deri në fshatin Bibaj atje. Kësaj pe bonsillte edhe me gjitha me ujë atmosferik me keq që mos me pas sot përmbytje. Po pasi që nuk janë lajmëru, ato janë. Thoj ke para lajmëru pak më herët. Po patjetër që po përmes Facebookit. Thirrja jam është më e mira për gjithë automjetët dhe gjithë persona që kanë nevojë për me shku për Gjilan, le ta marrin rrugën Talinovës, Ravic, Kishnapole në Gjilan, që mos të ketë të luvia gjatë rrugëve, edhe t'ju lehtësohet edhe shërbimi policor të Kosovës, t'ju lehtësohet puna më e mirë, më e mundshme.